sërish së bashku dhe sigurisht tema është e nxehtë, diskutimet edhe përpara se të jemi në transmetim të drejt për drejt janë të surprizues. Aq më tepër kur her pas here është në studio avokati Kujtim Sakrani. Mirë se erdhi. Pas ke ardhur sot me informacione, me një thesje, ai thesi. Ne avokatët na vinë dhe ne, përveç ju gazetarëve që informojeni më shumë padyshim. Ju gazetarëve që ju vinë nga avokatë. Dhe ne na vinë dhe ne informacione. Që ka ardhur shumë nga kjo dosja Akshi në një gjë që të bën përshtypje? Para se të ndale mund të ka ato që janë veprimet sot. Po thoj se dihen të gjitha, nuk është se është një gjë që nuk dihet në kuptimin për sa i përket personazhit kryesor, që është zonja Kaçanaj, por edhe gjithë këta tjerë. Se është tërgjysje personazhi kryesor, ja? Jo, flasim nga pikpamja e grupit, sepse ajo ishte me pozitë shtetërore, Gysi s'kishte pozitë shtetërore. Ishte biznesmen? Ishte biznesmen, por në fakt Gysi e komandonte. Pra, Gysi e komandonte dhe vazhdon ta ketë gjithë dosin atë. Pra, çfarë informacione është ke arritur të sigurisë? Çfarë deduksione arrin gjithë këto ti? Shikoj një sekond, të kuptojmë diçka. Sepse këta kanë folur që ajo nuk ka, pra zonja Kaçanaj ishte një individ i cili ishte pa pasuri, pa gjë kështu me radhë. Dhe pse nuk i ka deklaruar e tjera. Problemi është që po t'i vëmë re edhe taktikat e mafjes në Itali, kështu janë, po të gjithë mafiozët janë pa prona. Nuk kanë asgjë në emër tyre. Asgjë fare. Po kur heton, po përdesa hetosh si grupi strukturuar kriminal, padyshim nuk ka, sepse ajo është ajo është një grup i strukturuar kriminal dhe kjo është futur në frymën e duke implementuar nga Kodi Penal Italian. Nuk është se ne kemi shpikur ne këtë. Dhe mos harrojmë që nenin 333-334 Kodi Penal, që janë organizata dhe grupet kriminale, është implementuar vonë. Dhe asnjë vend tjetër, qoftë i rajonit, qoftë në Europë, përveç Italisë, nuk e ka këtë pra organizimin e posaçëm siç është grupi strukturuar. Kështu që ne dhe Italia jemi unik në këtë gjë. Dhe prandaj që dhe modeli italian është fantastikisht implementuar këtu. Politika dhe krimi, kur e kemi diskutuar her pas here, edhe ju keni qenë çik skeptik, po unë ndoshta kam qenë më i avancuar se ç'duhet, dhe u kam thënë, lexoni politika dhe mafia, do kuptoni të Falcones dhe do kuptoni se si është kompleksur politika dhe krimi organizuar në Shqipëri. Pra, krimi organizuar është vetë politika, po këtu problemi është që... Dakor që ti je avancuar, po këtu në studio duhet përfaqësojmë pak edhe ato njerëz të thjeshtë që më zorën nxjerrin muaj dhe nuk e kanë mundësi të kuptojnë dhe unë përpiqem her pas here bisedën. Jo them diçka sepse ju anashkaloni një fakt. Ju e dini që e dini ju që tek ajo dosja Akshit janë fshir pronat qytetarëve shqiptar. Janë fshir prona qytetarëve shqiptar, pra kanë patur pronën, sot kanë një dokument i cili nuk vlen për asgjë, sepse nuk kanë më dosjet e Akshit, nuk kanë më pronë. Pronë e tyre është fshirë dhe është hipotekuar në emër të X-it, Y-it e kështu me radhë. Në emër të aty. Kjo është vetëm thëmra, për shembull po të futesh në të gjithë zonën e Fierit, Myzeqen, në zonën Urtësirën Perëndimore, jo Myze Fierit, por në të gjithë Urtësirën Perëndimore, qoftë edhe pra që na Shëngjini, ku është kufiri deri në Ksamil, ti do gjesh prona të fshira dhe të hipotekuara, të hedhura në emër të X-it Y-it. Dhe pastaj aplikohen për të marrë statusin e investitorit strategjik, ose shiten dhe kalojnë në 2-3 emra dhe pastaj ndërtohet. Kështu funksionon. Prandaj ata qytetarët e thjeshtë që ju më thoni mua, se kanë dhe të drejtë. Por problemi që ndron, ai qytetari i thjeshtë duhet flasë, Aida. Duhet flasë. Sepse nuk bëhet kjo punë me të dalë unë, me të dalë Panua, me të dalë vetëm ju. Kjo punë duhet të flasin qytetarët. Sepse ky është problemi i madh. Tani, halli tjetër është që pronat, të gjitha pronat shtetërore, që zoti Rama sot po i aplikon me paketën e maleve, ato janë prona të cilat o janë fshirë njerëzve qytetarëve, ose janë prona të cilët të pronarve, që të cilët këta tani po hipotekojnë përsëri me mënyrën klasike të Akshit. Kaq, shumë e thjeshtë pra. Pano, lajmi sot, ose e reja, se tashmë ndoshta s'është dhe lajm, sepse mua deri diku e konsideroj edhe si procedurë të pritshme, pas verifikimit të gjykatës me kërkesën e SPAK, bllokohen në QKR kompanitë që janë sekuestruar. Po, është një gjë që duhet ishte bërë përpara. Dhe ne kemi kohë që diskutojmë se si vazhdojnë akoma, bile këta kanë marrë lek. Kanë vazhduar kanë marrë lek nga fonde publike, këtu e kemi bërë bashkë në emision kemi qenë. Po patjetër që po. Po do vazhdojmë të marrim. Pavarësisht se kalojnë tek agjencia. Okej, shikoj, ideja është nëse bëhet një punë e mirë në administrimin e kompanive, natyrisht që ne nuk kemi problem me kryerjen e asaj
Procedurë korrekte. Po, procedurë për cilët është rënë dakord në një kontratë në lidhje me çdo institucion. Problemi është para një herë që abuzimi me fondet dhe natyrisht që nëse administrohet nga një administrator shtetëror, siç e kërkon ligji sot, natyrisht ti mund të bllokosh fondet fondet që vinë si pasojë e abuzimit në momentin e marrjes së fondeve nga kompania dhe mos shpërndarjen e tyre tek përfituesit fundor, të cilët natyrisht do janë këta personazhet e përmendur në dosjen e Akshit, sepse nuk mbaron tek ardha e fondit tek kompania, pra siç e tregoi edhe dosja e Akshit, nuk mbaron tek ardha e fondit tek kompania, por duhet shpërndarë tek përfituesi fundor, i cili shpërndarë nëpërmjet kontratave, nën kontraktimeve etj. Për shembull, zonja Schröder, ju e keni parasysh? Po sigurisht, e di se e keni parasysh. Zonja Schröder, jo, për të sqaruar pishinës së Peshkaqen, e di dhe opinioni publik. Jemi përpjekur ta përcjellim kështu, se aty ka shumë të shmi, ka shumë njerëz për t'ia shpjeguar. Mënyra si kishin antazhuar, ato e kishin. Po, domethënë çfarë kërkuan asaj, që të kuptojmë çfarë kërkuan, sepse mirë, po. Qytetarët duhet ta kuptojnë çfarë kërkojnë asaj, më kupton se përveç terminologjisë e cila Po, edhe presioneve, që se shantazhi u bë normal tani, Asaj kërkuan që për tenderin që kishte marrë, një pjesë të parave do duhet t'ia kalonte EA Solutionit, që është Gysagasi. Tani, tenderin nuk e kishte marrë Gysagasi. Më kupton? Pra, tenderin Gysagasi nuk ishte fare as personazh jo, as në procedurë, pra, po themi nga pikpamja e letrave, nga pikpamja juridike. Por, i thanë kësaj zonjës që shikoj e futur tek pishina e Peshkaqenëve, kështu që një pjesë të këtyre lekëve do duhet t'i kalosh tek EA Solution, i thanë. E do bësh të pagesat dhe natyrisht i ka pasur i faturim $1 milion. Tani, këtë do bllokoj administratori shtetëror që do shkojë te kompania. E ke parasysh? Pra, do të vazhdoj aktiviteti i kryerjes së shërbimit për cilin është organizuar tenderi. Po. Më kupton? Por këtë shpërndarjen e dytë që shkonte në kontraktorët si punë e Gysagasit, EA Solutionit apo në kontraktorëve të tjerë për të shkuar lekët në fund fare tek Gysi, tek Mirlinga Qerqi, këtë të ndërpresjej. Pra, lekët e buxhetit do të shkojnë nga buxheti i shtetit, do shkojnë te kompania për shërbimin që është kryer dhe këtu duhet, le të themi, autoriteti i administratorit shtetëror që të bllokojë pagesat fiktive. Administratori shtetëror që do vendosën kryet kompanisë do bllokojë pagesat fiktive. Do pagesat që i thanë asaj që do paguash Gysagasin, EA Solution, e keni parasysh, i thanë do paguash $1 milion. Dhe i pagoj. Dhe i pagoj. Po, dhe thoshte aty në komunikime që isha i detyruar, edhe pse se prezentoja do të do të kuptojnë, në bazë të ligjit tonë, pano, edhe zonja hyn te korrupsioni aktiv. Aktiv, po, ajo ka munduar të shmatë. Jo, kuptohet, ti nuk ka justifikim, zonja hyn tek persona të cilët duhet të merren të përgjegjësi penale. Nuk ka justifikim fakti sepse ti e ke bërë me dieni të plot atë gjë. Pra, ti e ke ditur që po bën një korrupsion. Si e shantazhuar, pra më kanë kërcënuar. Por na pikpamja ajo mund të përfitojë nga bashkëpunimi që do ketë me drejtsinë. Pra, këtu do dalun. Shiko çfarë kishte thënë se kolegu dje Zhabina ma lexoi me detaje, unë nuk kam mundësi ta citoj, po jam e saktë e kam dëgjuar me vëmendje. Dhe ajo ka thënë që unë mundem t'i vë komunikimet me Ermal Beqiri në WhatsApp në dispozicion të hetimeve dhe të prokurorisë. Sepse bërë atë që thot avokati. Ka një problem në momentin që Ajda, problemi është që me drejtësinë nuk sillesh dot në këtë mënyrë. Me drejtësinë sillesh në momentin që ti ishe përpara një në dieni të një krimi, siç ishte kjo, pa, kërkesa që t'u bë për të korruptuar dikë, sepse ajo është personi që i ka korruptuar dikë, në rastin konkret. Pra është personi aktiv. Është dhe personi aktiv që i pasiv që i bie të jetë kompania Argysi e kështu me radhë. Problemi është që ajo zonja, në moment që i ra dieni të kësaj, duhet kishe shkuar në prokurorinë e posaçme, të thosh, unë kam këtë kompani, jam XY dhe më shofruar kjo gjë, kërkesë që unë të përfitoj nga për një aplikim në tender e kështu me radhë. Pra, zonja do ndiqet penalisht nëse prokuroria ajo nuk do t'i ofrojë prokurorisë një bashkëpunim më detajuar që ata ta kalojnë në kuptimin e bashkëpunëtorit të cilin ta kenë, ta përdorin në procesin gjyqësor nesër. Prandaj do thash, proceduralisht nuk them që ajo do shkojë në burg, do të kuptojmë, por them që ajo është pozicioni dhe personit i cili do merret në përgjegjësi penale si personi aktiv që ka korruptuar. Dhe natyrisht që këto janë format të cilat ne presim të ndërpriten të paktën për fondet që janë ekzistuese. Dhe për tenderat ekzistues. Po, se këta i kanë përfituar. Themi që i kanë përfituar në mënyrë të jashtëligjshme sipas. Sa ishin 3,5 milion.
3 milion gjysë euro vetëm... Këto kaluan në agjensi, do të vetë një administrator shtetëror. Kompanive do t'i vendosin një administrator shtetëror, avokati mund ta shpjegojë më mirë se sa unë, por të paktën nga praktika deri më sot është vendosja administratori shtetëror në krye të kompanisë, i cili është në rolin e administratorit lishëm të kompanisë dhe ka gjithë titullin dhe tagrat e administratorit sipas kodit civile dhe ligjeve në fuqi që kemi ne. Kështu që ai do të bllokojë dhe detyra e tij është të bllokojë gjithë pagesat që do të ishin bërë nga administratori tjetër privat në drejtim të këtyre personave, të cilët natyrisht do të marrin pjesën e tyre të abuzimit. Sepse te këto tendra që ne flasim ka abuzim. Tani si do t'i marri personi fundor abuzim? Pra si do marri Ermal Beqiri lekët e veta? Se duhet t'i nxjerrë nga kompania për t'i marrë ai vetë. Më kupton, apo si do marri kujtun Gysa Gasi apo personazhet e tjerë të cilë janë përfshirë te kjo aferë korruptive. Më kupton? Këtë duhet të bllokojë administratori shtetëror. Tani këtu kemi një eksperiencë jo të mirë. Pse? Është eksperienca që kemi me incineratorin të Tiranës. Dakord. Pra që të gjitha pagesat vazhdonin gjitha pagesat dhe thoshte administratori shtetëror kam kontratën. Më fal, po ti prandaj je vendosur administrator shtetëror. Që të shikosh. Të shikosh gjithë kontratat dhe të çosh. Se janë të njëjta apo jo? Shiko, jo, ne kemi eksperiencën e keqe. Pra, ne vazhdojmë akoma dhe sot edhe këtë vit, pavarësisht se ka qenë nën administrim shtetëror, Bashkia e Tiranës mori vendim, vitin që shkojnë 2025, me taksat tona? Po, të paguaj incineratori. Tani, kur ti e di shumë mirë që aty nuk po bëhet asgjë, nuk ka incinerator. Krijuar për precedencën. Pra, nuk ka incinerator, për çaj do pagesat. Të ti je administratori dhe mund thuash se ti mbron interesin shtetëror, mund thuash që shiko, lekët për këta punojnë si bëjnë inkapsulimet, se për aq të duhen lekët, dhe për materialet që bëjnë inkapsulimet janë kaq. Kujtun $500, 500.000 euro në vit. Po jo të marrësh 8 milion euro në vit. Më kupton? Pra, kjo është një eksperiencë jo fort e mirë që kemi ne me administratorin shtetëror. Në këtë rast do duhet që administratori shtetëror të qëndrojë në krye detyrës se të jetë i titulluar për atë që përgjegjësi që ka marrë, që do të marrë, me qëllim që të pengojë të paktën këto fonde që janë tani duke u ekzekutuar, të mos shkojnë në xhepat e këtyre që po përmenden në përdosje, dhe kaq. Dhe këto pasuri nga sot nuk mund të tjetërsohen. Ishte, pra, nuk mund të... Avokat, kam një pyetje. A ju lako, a kanë patur mundësi, a çfarë tregojnë rastet e mëparshme nga momenti i dosjes deri në sekuestrimin e pasurive që janë bërë 2 ditë më parë? Apo kjo mund të qenë një taktikë e hetimit për të parë se kush është personi fundor tek i cili shkojnë pikërisht këto parak? Pra kur jeni në hetim, siç është në përmasat e dosjes së Akshit, nga Spaku, që s'ka më lart se Spaku dhe më të frikshëm presupozohet, të investuar për qenë tjerë. A kanë patur këta me gjithë fuqinë e tyre, me gjithë përfshirjen e tyre në gjitha strukturat sikurse ne dyshojmë, sepse na dhanë indicje për dyshuar për fuqinë e tyre, ti tjetërsojnë, ti minimizojnë pasurit, ti rregullojnë deri diku që të mos humbasin gjithçka? Çfarë të thotë logjika, analiza, eksperienca? Shiko si është kjo punë. Prokuroria jonë ka një defekt shumë të madh, që unë kam vënë në dukje edhe në sallë gjyqit, po edhe në media. Ka një problem sepse ne kemi metodat e hetimit janë shumë të prapambetura. Mos thënë, dhe ata çfarë bëjnë? Ata arrestojnë personin, pastaj shkojnë kërkojnë provat. Ja, ti mund ta mbash personin në hetim, në vëzhgim, e kështu me radhë, dhe në moment që ke administruar prova të qarta, të plota, qoftë për personin, qoftë për kompanitë e tij, po flasim për rastin konkret, atëherë ti mund të kërkosh gjykatës masat e arrestit. Pse ndodh kjo? Ndodh me qëllim që mos i lësh atij mundësinë nesër që arreston personin, po kompanitë të vazhdojnë të marrin tendra dhe të vazhdojnë në punë. Dhe ti kujtohesh mbas 6 muajsh për kompanitë, po budallë janë njerëzit. Parat i heqin apo jo? Bëjnë transferime të ndryshme sepse qëllimi këtu është e parat, nuk është problemi sekuestrove kompaninë ti. E çfarë vlerë ka? Problemi është që ti kapësh parat që janë bërë, që ka bërë ai gjithë të periudhë me anë të këtij korrupsioni. Unë mendoj që parat e korrupsionit nuk janë kapur, dhe s'kan për të kapur ndonjëherë. Ky është problemi. Ku ti bëhet vonë se ajo kompani e tija do ta marrin në ngarkim agjencia e pronave sekuestrore kështu me radhë, edhe ajo do të caktoj administrator, po administrator shtetëror është. Shteti e cakton. Kur ministri brëshme cakton. Më thënë, ti nuk e zgjidh asgjë me këtë. Problemi është që qëllimi dhe në botë, qëllimi është gjithmonë pa dyshim të penalizohet dikush, po qëllimi është të shkojë të kapi dhe parat e vjedhura. Parat e vjedhura në këtë rast ku janë? Çka ke sekuestruar ti? Asgjë fare. Si asgjë, më vetë se ishte vlera. Asgjë, se ato janë
Dise 40 milionë. Po tani, ato janë... Dhe ti i mendon një lloj që janë pak? Ato janë 40 milion, nuk janë 40 milion, nuk janë para në bank. Jo, do të kuptoj. Ato 40 milion janë banesa, janë objekte, janë gjëra që si bëhet kujt ai zvon, ata si kishin të tyret ato fare. As pyet, as kullotat, as tokat. Ata tokat i kishin të vjedhura me akshin, i kishin të sekuestruar, të hipotekuara nga darka në mëngjes. Duke pirë aty, hipotekoja të futu shiko hartën, ajo është bosha e toka, ajo është ati pronarit, hiqe ati legenit aty, se aji së bëndot gjë, hipotekoja në emër të këti. Ja, kështu kam vepruar. Tani, ti sekuestrojnë ato si kishin tyret ata. Problemi ishte të sekuestrosh parat 10 milion euro të çokoladave, apo jo, no? 20 milion euro të asaj, 30 milion të kësaj. Ku janë parat është pyetja? Lëri tokat. Kam unë toka ida pa fund, po s'kam lek, ky është problemi. Dhe kjo pun tani. Problemi është tek parat ku janë. Ja, kjo është. Kështu që për mua është dështim nga ana e organit të procedurës, sepse i dha mundësi të gjitha atyre, jo vetëm të mos të mbani përgjegjësinë penale përpara drejtësisë, por padyshim i dha mundësi që të parat, euro, dollarët që ishin, mos të kapen kur dhe s'kan për të kapur ndonjëherë. Se s'po i bëhet vonë kur, se ju mendoni se ata do dënojnë varje militar. Po jo, disa do dënojnë ata, nesër kur dalin para drejtësisë. E shumë të 10 vite burg. Do ve me gjykim shkurtuar, do ve 6.8, do bëj 3-4-8, do mbetet 3-4, do dali para aty. Kush problemi këtu? Ka si lloj problemi më. Sepse këtu ka humbur morali dhe këtu thot, po i bëj 3 vite burgun 4 për 5 milion euro. Se i bën çdo kush, çdo shqiptar i bën 4 vite, 5 vite burg për 5 milion euro për 10 milion euro. Se e bëre burgun sikur po shkojnë këtu. Po shkojnë, sepse shiko. Sepse te burgu, burgjet në Shqipëri janë kokainën e ke, femrat i ke, iPadin e ke, celularin e ke, televizorin e ke, të gjitha e ke, parat i jashtë e ke, atë në pusin ati e blen, juristin e blen, drejtorin e blen, ministrin e ke shok se e ke ndihmuar për vota ai grupi jot kur është jashtë. Tani çfarë problemi ka ai të bëj 2-3 vite burg, ndërkohë do dali me le do hy, edhe do dal jashtë ka dhe 4-5 milion euro. Pa ma thuaj mua di ku është problemi këtu? Si mund t'i bëj një njeri i ndershëm me moral të pastër në këtë shoqëri që janë gjithë pa moralshëm? Do bëj 4 milion, 5 milion euro. Ja, kështu bet llogaria. Këtë duhet ta kuptoni. Dhe këtë s'kuptojnë shqiptarët, njerëzit. Mendojnë se ata do, burgu ata, maksimumi është 10 vjet. Do lexosh aty çdo bësh, del dhe i ditur besoj, sa do lexosh. Po do lexosh, do bësh, pastaj do bësh palestër. Pastaj po palestër, edhe ti palestrado atje. Unë vetëm tek gjithë palestrado. Hangar me mua avokat nemi më palestrato nga ty. Kështu që ky është problemi i kësaj. Kështu që nuk ka asnjë, për mua është dështim total i prokurorisë posaçme për sa i përket bllokimit të keshve, legëve kesh, jo pronave. Unë besoj se jemi vonë për bllokimin e legëve kesh. Tani, kush është ideja? Jo se duhet të zhvlerësuar burgu, sepse natyrisht. Okej. Unë s'jam dakord që. Edhe unë, domethënë të paktën nga sa ashtu, burgu është një masë shumë e rëndë që personin e domethënë ka aftësi depersonalizuese. Ne kemi parë me këta personazhe të cilët se do të kuptoni, do të futemi pak në psikologji, do të kuptoni ku ishte dhe ku është, më kupton. Pra dikush i ka qenë në majë të botës, tani është në burg. Pra kjo është frika e tyre e madhe e cila. Se bëri mirë për shkrimin apo ti pir verta është të bëjmë këtë, bëjmë këtë. Jo, mirë, avokati ka, por kush është ajo premisa që unë shoh? Çdo tentativë për ta menduar kështu, sepse kush e mendon kështu, njerëzit s'kan qenë në burg. Dikush i ka qenë në burg, për shkakun nuk besoj se do fliste kështu. Nuk kthehet më kurrë. Po, nuk do kthehej më kurrë. Por njerëzit që s'ka qenë në burg janë të gatshëm të sakrifikojnë, bravo, kur dëgjojnë që mund të trashëgojnë 4-5 milion euro pasi dalin nga burgu. Tani, për ta prerë këtë, sepse kjo është shumë e dëmshme. Merri para. Spaku do duhet jetë efektiv pikërisht në këtë gjë. Hiqi para, madje. Unë jam shumë dakord që ta minimizojmë mbajtjen në burg tyre, qoftë edhe një vit më, s'ka rëndësi. Vetëm t'ia heqim gjitha. Pra në momentin që ti merr, pra sa është abuzimi dyshuar në këtë aferë, është diku tek 100 milion. I dyshuar, se mund të jetë më tepër. 100 milion, që se ti ke sekuestruar 100 milion euro, ti e di që ai do mbetet nesër për të futur në punë, pra do futet forcë pune pastaj. Pra nuk mund të mbijetoj dot nëse nuk gjen një punë. Në këtë prizmë po flasun. Le ta jetoj mizerabilitetin e jetës së përditshme të njerëzve të thjeshtë të këtij vendi. Nuk ka dënim më të madh se sa ai. Është më i fortë se burgu ai. Kur ti dikë që ka pasur pasuri miliona dollar, miliona euro, 100 miliona euro, ka pas pushtet, e lë të jetoj mizerabilitetin e njeriu të zakonshëm shqiptar. Për të kuptuar se ku jetojnë njerëzit të cilëve ai u ka vjedhur lekët. Hiqi atë gjitha pasurit
Dhe leti jetoj jetën e përdit të futet në punë. Po, të them diçka, pa në të them diçka. Dhe unë këtë quaj mëndëshkim se sa thjesht burgu. Ti ekonomist, ti e në formimin të në ekonomist. Problemi është kjo. Çfarë interesi ka prokuroria e posaçme të arrestoj administratorin e një kompanie të mbajnë në burg, ndërkohë që firmat, kompanitë, shoqëritë e tij jashtë vazhdojnë punojnë. Kush interesi prokurorisë këtu? Që ai mos e largohet, po më mirë të largohet ai dhe ti të marrësh paratë që ai ka vjedhur. Kupton, sepse këta çfarë bëjnë? Arrestojnë, dhe kompanitë vazhdojnë punën jashtë. Jo, ti qëllimi yt vërtet është që ai të penalizohet, dhe penalizimi si do thot vetëm të shkosh në burg, të flesh në qeli. Është edhe kur ti ke marrë dënim penal dhe me formë alternative. Shërbim prove kështu me radhë. Por qëllimi në fundit është që ti, dikujt që ka bërë këtë lloj korrupsioni, ti marrësh paratë. Sepse dhe në botë dhe gratieri në Itali që mbahet etaloni i sekuestrimeve, që nuk dihet sa miliardë euro ka bërë mafjes, këtë thot, duhet prer anë ekonomike. Në momentin që pret anën ekonomike, ti atë tjetrin e ke aty. Ore dhe ta ratisjet ai, mjafton ti marrësh paratë, nuk të duhet fare, ai do ikë Greqi, do ta ekstradosh, do ikë në Gjermani, do ta ekstradosh. Burgun ai do ta bëj, nuk ka ku të shkoj. Kështu që unë mendoj se veprimet që ka kryer prokuroria e posaçme, jo sepse duhet të jemi në një listë, të kuptojmë, absolutisht jo. E kam që kanë qenë veprime të prokurorëve që kanë treguar profesionalizëm shumë të dobët. Sepse që do t'i panon, kur kompanitë e panos jashtë vazhdojnë bëjnë transaksione parash. Dhe ti panon e mba në burg. Qa vlerë ka kjo? Apo jo? Kështu që unë në këtë kuptime shkoj si avokat, të kuptojmë. Pas në burg nuk janë se janë narrativë, është një tjetër gjë, tani. Po, e kuptova, po unë e thash në kuptimin e përgjithshëm të gjithë, kupton? Sepse ti çfarë bën? Ti mba në burg sot, ti mba në burg një personal, po supozojmë Beqajn, Veliajn apo zotin Meta kështu me radhë, për vepra penale që ka ndodhur dikur dhe ti e shtrëngon në burg ato, e kupton? Ndërkohë që këta personazhet, të cilët realisht duhet të jenë aty sepse bëjnë dëme. Nuk shkoj se ka ndodhur dikur. Beqaj kishte hall tjetër me fondet e Saspaku, se s'përfundojmë burg për atë përgjigje. Jo, dakord jam, po këta bëjnë krim vazhdues, ti e mban në burg ato, ai kompanitë e tij jashtë bëjnë krim vazhdues, pra ata vazhdojnë e kryejnë përsëri veprën penale. Ka do më shpjegosh një gjë? Si janë rënduar dhe si procedohet, si veprohet me titullarin e institucionit. Folëm deri tani për biznesin, folëm për grupin e sigurisë, do të rikthehemi prapë për gyse termalit me shok, por tani standardi i hetimeve sa i takon kërçanarit e cila na del nga Spaku që pas ka bërë korrupsion, se pas ka ca pasuri që dyshohet se janë vënë si pasojë derisa të vërtetohet e korrupsionit. Kishte disa detaje aty me këto kutit e verës, që është këto fletët 100 që për prerje keshi me i parave. Fletët? Dhe një lajmë, ju e dini besoj që... Prerjet, dhe tëre kam dashtë të prerjet. Ka marrë me kërkesën me kërkesën e prokurorisë italiane, gjermane dhe franceze, BCA, Banka Qendrore Europiane, ka marrë një vendim që nuk do ketë më prerje 500 eushe. Sepse, si pas prokurorve, janë shumë të leta për të transportuar paratë që vinë nga trafiku, sepse 1 milion euro, si pas logarisë të tyre, në 500 që janë 1 kilogram e 250 gram, që normalisht janë sa një celular që i fut në gjep dhe ti e transporton. Pra, është bërë kjo dhe arsyeja për të cilët... 1 milion euro e 20 pliko. Po, dhe janë 1 kilogram e 250 gram janë 1 milion euro me prerje 500. E justifiko ka ajo kutia ambalazhi i verës? Dhe kështu që ambalazhi i verës është perfekt fix për të vendosur. A janë rënduar akuzat për Kërçanajin në gjykimin tuaj? Shiko, jo, akuzat ato që janë, vetëm se janë shtuar episodet. Po shtuar korrupsionin tani aty. Sepse ajo bashkëpunimi, në disa raste, ata mund ta bëjnë bashkëpunimi në 1, 2, 3, 4, 5 raste, kupton? Dhe padyshim kjo është rënduese, kuptohet. Por bashkëpunimi, forma e bashkëpunimit kjo është, nga që parashikon pastrimi i produkteve veprës penale 7 deri 15, dhe forma tjetër e bashkëpunimit është nga kjo veprë penale parashikon nga 10 deri në 20 vite burgim. Kështu që do të kuptojmë diçka. Zonja Kaçanaj, në nenin 28 të kodit penal, është dispozita që thot, janë 4 momentet kryesore kur ti quhesh grup kriminal. Janë organizimi, funksionimi, qëndrueshmëria dhe koshtrirja. Këta i kanë të 4, i plotësojnë të 4 këto komponent, sepse është organizimi, padyshim është kriminal, funksionimi është kriminal,
qëndrueshmëria është perfekte dhe ka shtrirja. Pra kam patur edhe një shtrirje në kohë për të kryer këto vepra penale. Kështu që kjo është forma më e lartë e bashkëpunimit që ata e quajnë në Itali, e quajnë bashkëpunim mafioz. E kupton? Por ne nuk e etiketojmë të tillë sepse nuk përshtatet. Por gjithsesi është forma më e lartë dhe është vepra më e rëndë penale pas asaj të terrorizmit apo përmbysjes së rendit kushtetues e kështu me radhë. Kështu që është shumë e rëndë nga pikpamja e dispozitës që ajo po hetohet. Ano, këto kompanit që kanë marrë para të dyshuara nga korrupsioni për cilat po hetohen, a ka ndonjë procedurë që e shpjegoj pak më herët, pra të zhbëhen, ose që theme ne, e quhen nul, ose në këtë fazë në cilën jemi? Ja, shiko, kush është, le të themi, pengesa që ka sot drejtësia për të marrë mbrapsh para të tyre. Natyrisht sepse këto para një pjesë e mire të janë konvertuar. Me hyrjen e kriptomonedhave, shumat e parave janë shumë të lehta për të lëvizur nga vendi, nga shteti në shtet. Ato mund të jenë transferuar në vende të tjera, kanë humbur gjurmën sepse në momentin që konvertojnë kriptomonedhë para të humbasin gjurmën. Prokuroria pastaj ka të vështirë të kuptoj se ku i kanë shkuar, nuk është e lehtë për të kuptuar se ku kanë shkuar, ku kanë përfunduar kriptot e tjere tjere. Para kjo. E dyta janë forma më të reja, të format më të përshtatshme, më efikase, eficiente të transportimit parave që janë metalet e çmuara apo gurët e çmuara. Se deri aty shkon? Natyrisht. Para dhe korrupsionit, një ndër formën e vetë të konvertimit me qëllim për ta bërë sa më aksesibil dhe sa më Pra, ne kemi kulturë të pasurit kështu? Jo, është kultura e të korruptuarit. Pra, korrupsioni... Pra, ka rritur korrupsioni në nivelet që ne t'i kthejmë parat në diamante? I kthejnë në arë, ka filluar. I kthejnë në arë, në lingota? Lingota ari, fusin në dhe. Mund të blesh plur ari, të bësh lingota, mund të blesh diamantet prera pa prera, të pa prera kryesisht, sepse të prerat janë një çik problem. Mund të blesh e ti mbash, do me thëmë, mund të bash $10 milion në një pjesët vogël, që janë kaq. Pra, do me thënë, format e transportimit paras... Ka arritur këtu. Këta është mësuar nga sjellja e mafjes italiane dhe të gjithë këta që kanë probleme me ligjin, kanë filluar mbajnë ose një diamant të çmuar, që mund të bëjë €1 milion në qafë, ose mbajnë çantën me lek që mund të kenë €1 milion, që kur i ndalon policia, i thonë urdhë, vëlla, ke €1 milion dhe unë po iki. Pra, kam arritur edhe në këto forma në Shqipëri sot, në makinë. Në Shqipëri po thua ty? Në Shqipëri po flasim. Po flasim për Shqipëri. Po Italia është avancuar tjetër gjë. Ne po flasim në Shqipëri, atje se karabinerin atje nuk e korrupton dot. Problemi është këtu që po më thua që ne këtu pas kemi njerëz që qarkullojnë të gjithë po. Këtu është forma është e tillë për mos të ndaluar policia dhe prokuroria. Mbajnë një çantë me para që mund të ketë €1 milion, €2 milion brenda. E mbajnë në makinë, në momentin që mund të ndaloj policia, i thot, urdo këtë se po iki unë tani. Pra, do më lësht iki. Janë persona pak fantazi kjo. Po tani nuk është fantazi, më vjen keq. Ose mbajnë diamant që një diamant kaq, koston €2 milion dhe kaq. Pra, i kanë apostafat këtë shumë të caktuar që mos t'i ndaloj. Kur i ndalon policia, operacionali e kështu me radhë, i japin atë dhe i thonë unë po iki. Pra, kjo është një formë që tani është zgjeruar shumë në Shqipëri. Ka mësuar, është praktikë që kanë përdorur mafiozët në Itali dikur në vitet 80, kur ishte policia dhe karabineria italiane dhe prokuroria korruptuar. Tani po bëhet në Shqipëri sepse kanë gjetur këtë lloj terreni. Dhe kush është ai policë që të ndalon ty në rrugë, të marr €1 milion nuk do të lëri. Po të lër me shumë qejf të lë. Se ai policia ka rrogën 500.000 lekë, e ka 600.000 lekë rrogën, edhe po e lë, thot, marr €1 milion dhe të ikën. Ai tu një tjetër, kush e pa, kush e kontrolloi, kush e verifikoi. Kështu që duhet ta kuptoni edhe këtë ka arritur në këto nivele. Po eskalojmë pak, nuk e di. Po tani unë po flas shumë seriozisht. Intensiteti. Dhe këtë që po ta them, nuk e them se nuk e fantazova. E thash që po funksionon edhe kështu. Tani unë emrat nuk t'i bëj dot, po flas që po ti funksionon edhe kështu. Funksionon të tillë. Këto lekë janë për prokurorin, €1 milion, sepse këtu diskutohet, nuk diskutojnë në këta, si thonë, balordi, këta, kështu që vjedhin pula, po diskutojnë për njerëz të cilët transportonte ai tjetri 7 kon kokainë. Dhe bëj që llogarin ti sa bëj 7 kon kokainë, të bësh 4 kulla 5-6 Tiranë. Tani, çfarë problemi ka ai €1 milion ti mbaj në makinë edhe t'ia japi policit pano soko kur ta ndalojnë nesër në rrugë. Prokurori ta X-it Y-it i thotë urdhoj €1 milion dhe unë më lër, kaq, shumë e thjeshtë.
Tu, e dini sa... Po pra, kjo është sot. Policinë e blek aty. Po policia e bler ka qenë, nuk e kam. Ti bler, Policia ka qenë. Ai që ka diamantin. Po çfarë ne çfarë kemi dëgjuar me policinë tani? Mos na bëj kështu. Po mirë, dakor. Krimin ekonomik e blen. Krimin kibernetik e blen. Po. Shish, s'di gjë çfarë Po janë të ndodh gjithë këtu. shitje. Po, edhe po pastaj se di shishi nuk ta arreston. Shishi nuk merret me Çon informacion, mos e ti nesër nëse lëviz ke me këto 1 milion euro për policin, ti bëk edhe sulm terrorist me këto 1 milion euro. Unë jam prokurori nxjerr i kërkoj gjykatës flet arresti për X-in. Unë prokurori nuk dal në rrugë të arrestoj qytetarin. Atë që në kërkim, del policia, del BKH-ja, dalin këta, nuk del shiku t'jep informacioni, shiku nuk të del, po ti automatikisht... Në momentin që atë shefin e policisë e ka emëruar, po ai që ky do vej ta ndaloj, si ta zgjidhë këtë punë, pa ma Po mirë, ai kur të lëviz ty me atë 1 milion euro me çantë, lëviz edhe me 3 tonë. Po s'janë zgjidh 1 milion euro, se ju a biten lëviz edhe me 3 tonë, lëviz edhe me kujdi unë të hedhë edhe në erë, si që ka kjo kështu tani. Totalmente corrotto, ku thot ai qaj qojnë, ai antimafjes. Që është totalmente corrotto, thot, nuk thot parcialmente, thot është i gjithë i korruptuar, kush po pyet për 1 milion euro, më fal tani. Po nuk po pyet njeri, ta kam thënë dhe vazhdoj të them, e di si quhet nga Ducati e tutje, nga Ducati deri në Ksamil, quhet Kolumbia e Shqipërisë. Bogotaja, asaj, dhe mjuti i thonë Bogota. Kush e thot kështu? Qytetarët, vlonjatët, të gjithë njerëzit, andej që jetojnë andej, sepse janë gjithë parat e kokainës që prodhohen në forestat e asaj, edhe janë atje të gjitha. Është Kolumbia. Sa kalon palasën e tutje Kolumbia, dhe ka fitu po bëjnë reportaje edhe televizionet e huaja me italiane, me greke, me të gjithë. Dhe po thonë, këto janë parat, fshatra që po ndërtojnë andej, janë parat e Bogotas, të Kolumbis që kanë ardhur këtu. Tani juve nuk do të pranoni një realitet, kjo është realiteti. Kjo është realiteti, apo investohet andej. Po pike për një normalitet. Pike vogël, ajo pike vogël bën e $200 milion. E kupton ti? Çfarë them unë tani? Edhe delin këta tani, na bëjnë ashtu po ndërtua këtu, thonë, ba edhe blini, se kush ai çmendur atje një njeri normal, të vetë të blej vilën atje 1 milion euro. Kush është ai normal? Ku ka në Shqipëri njeri sot të vetë blej vilën 1 milion euro? Se blen dot 100 euro në Tiranë, 200 euro në Tiranë. Pa ma shpjegojnë që këtë. Se ti një shifra, nëse unë bëj, do të bëj pa nuk shokohet se di. Duhet kuptoshin që intensiteti i madh i aktivitetit kriminal ka bërë që ne të jemi një ndër vendet më të avancuara edhe në infrastrukturë, edhe në profesionalizëm. Se profesionalizëm është dhe kjo më, të dish qatë të pretë, si të abësit sillesh, si të bësh. Pra ne jemi një ndër vendet më të... Italia ka qenë e tillë si ne, për shembull, sepse ajo e çoi përpara gjithë industrinë e krimit, e çoi përpara Italia, vite 70 deri në vitet 90. Natyrisht sepse aty intensiteti ishte shumë i madh, aktiviteti kriminal ishte jashtëzakonisht shumë i madh, dhe aty lindën gjitha këto metodat që ne kemi marrë tani, ca i kemi dhe përsosur. Ne i kemi mbështatur me realitetin e ri, për shembull kjo e kriptomonedhave, që është shumë e rëndësishme kjo. Pra, Bitcoini është një lehtësim i jashtëzakonshëm që është bërë aktiviteti kriminal. Duhet të jemi të sinqertë për këtë. Ai mbart shumë të mira, por këtë që e ka. Pra, çdo organizatë kriminale e ka shumë herë më të lehtë sot, sepse ti mund të bash 20 milion euro në një USB. Në një USB ke 20 milion euro dhe mund të lëvizësh 1 miliard kishte ai turku që erdhi këtu. 1 miliard euro kishte në një USB. Pra, sot janë facilituar mjetet e transportit, natyrisht sepse aty ku ka nevojë, kërkesa ka bërë që të lindi nevoja, dhe nevoja bën që të lindin shpikjet të gjitha këto. Çfarë janë për ty 40 milion euro pasuri të sekuestruara të Akshit në raport me dyshimet ose informacionet që kanë dalë për qarkullimin e parave gjatë kohës që ky grup i strukturuar ka funksionuar, dhe nga mënyra se si e kishin ngritur këtë skemën, duke parë dhe buxhetin, se duhet dim edhe buxhetin. Po s'është aty. Ku është? Ja më ta kuptova për ta zbërthyer. Okej, ka për ide. Nëse unë do të monetizoja të gjitha aktivitetin kriminal që ka bërë Akshi, që është bërë nëpërmjet Akshit. Pra duke filluar që nga dhënia e informacionit, se nuk është vetëm tenderi ai. Kemi diskutuar disa herë pra. Tenderat ishin vetëm një pjesë e aktivitetit. Dhe unë po them ishte pjesa më artistike e aktivitetit kriminal, sepse pjesët e tjera ishin shumë brutale. Mund t'i lexojmë se shohim buxhetin deri diku, shohim. Po, aty e kuptojmë që janë diku tek 60-70 milion. Nuk e dim se sa mund t'i paguar. Po, 60-70 milion euro. Tani, nëse unë monetizoj dhënien e të dhënave për shembull për
se dyshohet tani kujtu për Gilmando Danin, që dhënat përsëritimset kanë lëvizur po nga ky grup dyshimet, që thon gazetarët. Më kupton, pra, kjo gjëja, nëse monetizohet, sa është shesësh të informacion, bën 10 milionë euro. Më kupton? Pra, po ja fuskot. Pra, nëse do ta monetizohet që të gjithë aktivitetin, ai do të kalonte 1 miliard euro. Më kupton? Pra, të monetizoja gjithë aktivitetin. Pra, ka shitur të dhëna ku diun. Këtë mora unë si shembull, mund të kesh të dhëna për një gjë tjetër, mund të kesh për një gjë tjetër, mund të kesh për një gjë tjetër. Pra, nëse do monetizoje gjithë aktivitetin që ka kryer grupi kriminal, unë besoj se i kalon 1 miliard euro. Më kupton? Pra, Ndoj më shumë. është një që ka qarkulluar. Më kupton? 100 milionë euro janë tenderat, pjesa tjetër është aktivitet i cili monetizohet, por jashtë vëmendjes së regjistrave publik. Pra që nuk i ketë diku të shënuar. Që le gjurmë. Po, që të le gjurmë monetizimin. Për shembull, një lëvizje transferimi burgje, nga burgu në burg. Një të dëmtuar, të një dënuar. Sa është paguar për të marrë vesh që filani do vete ky burg? Sa është paguar që merret vesh që filani do kalojë në këtë rrugë? Këto gjërat, nëse i monetizojmë dhe këto, aty shkon me 1 miliard euro. Është afera më e madhe, sepse është edhe komplekse. Shumë komplekse, më kupton? Kishtë gjërë në njërë para ju për Akshi, jo. Që kur Akshi u erdhi kjo zonja, u hoqën të gjitha nga ministrisë, para ishte çdo ministri bënte aktivitetin e vetë dhe s'kishte lidhje me Akshin. Akshi thjesht ishte një institucion që i kontrollonte e menaxhonte, por jo nga pikpamja e tenderimit, dhe duke mbledhur të gjitha këto tek Akshi, atëre lindi dhe forma e grupit të strukturuar kriminal, organizimit. Dhe po ta shikosh që kur të gjitha këto u formalizuan te Akshi, të gjitha tenderimet e kështu me radhë, aty lindi filluan interesi i grupeve të ndryshme që s'kishin lidhje fare me teknologjinë, me informacionin e kështu me radhë, ju surën Akshit. Kjo është shumë e thjeshtë, pra. Po ta kuptoj, organi procedurës, Spaku, e shikon si lindi Akshi, pra që mori atë fuqinë e madhe që gjithë parat shkonin tek Akshi, gjithë fondet, dhe madje ai në mos harrojmë që në vitin 2020 në kohën e pandemisë, ai bënte tendrat i bëheshin pa shufare. Apo jo? Po, me procedim drejt. E kupton di çfarë është bërë? Dhe nëse Spaku nuk do ta shtri në hetimet do t'i shtri në kohë e në hapësirë, unë mendoj se nuk ka për të zgjidhur gjë. Parat nuk i gjen dot më, ta harroj për parat. Parat nuk i zgjidh dot më, sepse parat o janë investuar në Shqipëri, në për kulla, në për resorte historira, dhe pjesa tjetër ka ikur jashtë. Se ka që vështirë është, nëse këto i kanë bërë në për kulla, në për resorte, po nëpërmjet sistemit bankar, nuk zhurmohen këto para? Këto shifra, se kështë dalë një pasazh aty se Ju kemi mendim fiks që mendoni që po të dërgoj prokuroria një letër porosit të X bank që jam unë drejtori, them, tek mua s'ka bërë transaksione, si ta vërtetosh? Kjo është përgjigja. Shumë faleminderit për bashkëpunimin, tek ne nuk janë bërë transaksione nga Pano Soko. Bildet këtu, këthe përgjigjen, si ta zgjidhesh? Do kontrollosh bankën? Prandaj them që nuk është dhe kollaj, që ti të marrësh dhe informacione nga institucione, sepse unë di që ASHK-ja, pra Agjencia Kadastrës, kur kërkon ti informacion për X-in Y-in politikan, që është në pushtet, kuptohet, se të opozitës japin me njerë këta, kupton, thonë që nuk disponon pasuri të palueshme tek ne. Në fakt, ai ka pasuri. Si do ta vërtetoj Spaku? Këtë po nuk e investigoj në mënyra të tjera. Me amëndje të shkoj aty, të komshiu, të kjo, të kjo, pra, e kupton sa të vështirë ka edhe prokuroria për të bërë hetime, sepse informacionin do t'ja japin po institucionet e korruptuara të këtij shteti. Ky është halli i madh këtu. Se nuk janë bashkëpunuese. Ke dëgjuar ti një institucion shtetëror përveç KLSH-s që të ketë denoncuar X-in Y-in. Më thoni një rast të vetëm që qeveria shqiptare ka në kryeministri është një drejtori që është ajo e antikorrupsionit. Dhe është goxha e madhe, marrin pagat atje pa fund njerëz. Ke dëgjuar ti pa një rast të vetëm që ata të kenë dalë në për Shqipëri, se unë dip shumë, baj raste plot, më përpara, kur ishte Sali Berisha, që ishte Evi Kasoj, Alibea, e tek ajo struktura atje, e tjere, i qoni në prokurori. Po këta nuk ka qoni një të vetëm. Një, a thua ti këtu, korupcion zero. A ka gjasa që ky grup i strukturuar kriminal përveç
diskutimin në polici që flitet se doli ke dosja që për emërimet, përveç se në të gjitha strukturat ku merren pra tenderat që i punësonin, i bënin bashkëpunim me grupe kriminale të ketë shtrirë tentakulat edhe më gjerë, deri ku avokat sipas analizës tënde, deri ku mund të shkon o ka shkuar ky grup, që pas ka pas dhënat, po që bënte shantazh, Ka shkuar tek Timsi për shembull. Timsi ka qenë në dorë të këtyre. Doganat jo. Timsi. Të gjitha. Të gjitha. Por të gjitha, sepse Asikuda, Timsi, gjitha programet kanë qendër të Akshi. Se prandaj bëm Akshin neve. Sepse kishim serverat të dislokuar. Se më pare kishim në për ministri të ndyrë. Tani i mblodhëm gjithë bashkë dhe është, shiko, ideja nuk është e keqe. Sepse ti ke më të lehtë menaxhimin, është më efikas. Më kupton, është janë aty, janë specialistët aty, ja gjithë kohës, më kupton se po të ishe në ministri do të vende tani hyt vetë ide te ministria që të gjetë. Pra, por u keq përdor. U keq përdor më. Dhe të gjitha serverat me cilën funksionojnë gjithë sistemet, IT sot janë aty. Dhe duke qenë të gjitha aty, dhe nuk po them, çdo institucion sot ka counterpartin e vet, nga analog e ka edhe digital. Pra, kemi ne protokollin analog me regjistra që shënon aty e bëmë se marrëm shimle, kemi protokoll digital. Pra kemi pasqyrimin e vetë të protokollit analog, kemi edhe në digital. Kjo e bën Akshin jashtëzakonisht shumë të fuqishëm, sepse çdo institucion e ka një sistem digital vetin. Ka një sistem e-mailet, komunikimet, të gjitha, ku e kanë serverin thuati? Komunikimet e fsheta. Ku e kanë serverin mendon ti? Te Akshi, të gjitha. Nuk po them vetëm për Ministrinë e Brendshme, gjitha më dhëna tona të gjithë. Ti dhëna tona, çdo gjë të jetës tonë. Pra ne kemi nuk gabojmë. Prandaj themi që nuk gabojmë nëse mendojmë. Vlera financiare e dëmit që shkakton nëse monetizohet është jashtëzakonisht shumë e lartë. Nuk është vetëm ai 100 milionë që tendra më. Po pra. Mirë, avokat, po sa e rrezikshme është që këta janë arrati? Shiko, nuk është puna e arrati sepse këta një ditë do këtë letër porosi ajo kjo. Problemi është shqetësimi i madh është këtu. Shqetësimi është ky. Sepse vazhdoj të kenë akoma të këto dhëna. Një sekond pra, këtë duhet pyes, sepse këtu nga burgu bëhet trafik ndërkombëtar droge. Tani çfarë më pengon mua të mendoj që këta janë jashtë dhe janë po kaq të fuqishëm se ju thoni parat i kanë, se s'ua mori njëri. Këto që i kanë marrë po thoni janë pak në raport me çfarë ju mendoni. Po nuk janë para kesh ato Po janë pasuri asete, po, të cilat nuk e dim se do t'i vej, se do mund t'i marrin në fund kur. Po kush është ai do shkoj të marr pasuritë e këtyre. Kur ato të konfiskohen. Kush ka vajtur në një shqiptar, te pasuritë e konfiskuara ka shkuar i ka marrë ai. Edhe jo këtu, po dhe në Italinë ku shkojnë, kanë frikë. Po, shkojnë njëri pra. Me probleme. Tani ideja, se quhet person me probleme. Tani ideja është këtu që sa rrezikshme është që këta janë në arrati, sa mos na ndodh që këta vazhdojnë aktivitetin që mund të kenë, sipas teorie mbështetjes, që mund të kenë them sërish, sepse kështu na kanë ardhur vëmendjen tonë, me influenca të jashtëzakonshme, me lidhje të jashtëzakonshme. Madje kjo e fundit, vendimi që u zbardh, ore sota kishte thënë që më ndiq pa nëse ndoshta edhe mund ta kesh më qartë. Unë e kisha dëgjuar se sa influenca të fuqishëm ishin dhe shkova atje për të bashkëpunuar. E bëra shok, jo, çu ka thënë, e bëra shok. E bëra shok, po. Tani, ne kur kemi këtë super fuqi dhe nuk dim nëse këtu është shpallur një kërkim ndërkombëtar për shembull, është Interpoli, digjoj që këta njerëzit po qarkullojnë edhe mund që... Fillimisht këta shpallen, procedura është e tillë, fillimisht shpallen në kërkim policor, një muaj. Po, logjikisht. Pastaj, prokuroria, kur nuk gjendet në Shqipëri, bën gjitha kërkimet, futet sistemi Teams të gjitha hyrje daljeve, ata shpallin në kërkim ndërkombëtar. Dhe kërkimi ndërkombëtar pastaj është niset Interpolit të gjitha vendet që ne kemi bashkëpunim. Në momenti që identifikohet dhe kapet andej, pa dyshim pastaj i nështrohet procedurave për të ekstraduar. Pra, kjo është e gjë e pa diskutueshme. Raste të rralla janë që nuk mundu ekstradojnë, siç është rasti i zotit Ameta, i shembull, sepse u konsiderua politik nga gjyqtarët atje, apo zoti Lalla, për shembull, në Itali, sepse normalisht kishin prokuror përgjithshëm, kishin informacione gjëra me radhë, por nuk kemi ndodhur raste të tjera, për shembull, që nuk janë ekstraduar. Kështu që unë nuk mendoj që fshehja e drejtësisë i shpëton. Unë mendoj që në rastet të tilla kur flitet për korrupsion dhe faktohet, të kuptohemi, mendoj që më e rëndësishme është që
të ndalosh derdhjen e vimin e parave. Mbyll rubinetin, po. Dhe mbi të gjitha të kërkosh parat ku kanë shkuar. Puna e spakut është që ata do të shikojnë llogaritë bankare, ku kanë kaluar këto, ku janë bërë këto transaksione, në kush banka jashtë Shqipërisë kanë shkruar këto lek, ku janë bler apartamente, pasurie, toka e gjëra të kësaj natyre, pra ku janë pastruar këto para, që të arrijë në përfundimin të kapi këto asetet dhe t'i nxjerrë në ankam të shitur. Ti mbaj vetë se për të nxjerrë në ankam si blenjeri. Ja kuptova. Thasi procedurë kuptohet. Na tregoj nga gjërat më thjeshta ku do të ndalem tani, që s'janë aq se pastaj zullumi është i madh, tek mënyra e punësimit, mënyra se si funksiononin gjithë rrjeti, ku duhet ishin të investuar nga Armal Beqiri, duhet ishin njerëz të besuar, mënyra se si firmosin tenderat, mënyra se si i kthenin. Janë gjithë ato institucione të cilat ne i kemi analizuar edhe më herët, si kishin informacion juristët në kohë reale, që u tërhoj, su tërhoj, që ai kishte marrë penge të tjerë. Ajo çfarë duhet të them është ja, kemi ne këtu edhe një luftë të brendshme, si funksionon Akshi sot, ku aty pas kanë qenë të gjithë të ideuar dhe të gjithë. Disa në fillim thanë që ne firmosim zinin se shfirmosim. Është një gjë, edhe ndodh, unë se përjashtoj dhe se jam askushi për ta paragjykuar. Të tjerë, pastaj janë ata që kishin informacione dhe shifnin edhe kantarët e KVO-s se kush ishte kundër, si ishte kundër, si ishte, çfarë idesh kishte, sepse këtu bëheshin takimet. Ndaj shtendi kush ta merri, pastaj aplikonin, se këtë se them unë. Jo. Del aty, ke ato materialet që janë bërë. Dhe duket sikur aty ka disa grupe që janë disa që mund të kenë mbetë që mund të jenë të këtyre, disa tjerë që mund të kenë qenë me drejtë edhe ndoshta mund të jenë ndjer keq. Si ka një luftë brendshme, si funksionon sot Akshi? Nuk është ky modeli i funksionimit ka lindur që vitet 2015-16 erdhi me një koncept të ri. Deri në vitin 2013, kur ishte PD-ja, korrupsioni ishte arkaik. Modeli arkaik i korrupsionit. Pra, nuk ishte strukturim. Tenderi është kaq, 20% e tenderi, kujtë më bën 1 milion euro, 200.000 euro do jetë kaq në xhep, po. Ai ishte modeli bazë. Po, klasik. Ta erdhën bërit korrupsion. dhe sofistikuan korrupsionin jo thjesht në nivel shtetëror, në nivel shtetëror, në nivel, le të themi, nivel vendi, edhe në privat u fut. U fut koncepti i kartelit. Çfarë është? Ta kuptuan, nuk ka vlerë të zihemi me njëri tjetrin. Hajde bëjmë bashkë dhe bëjmë radhë. Më kupton? Pra, ne jemi të tre. Ekonomia lirë e tregut e kërkon që ne të zihemi me njëri tjetrin. Më jemi tre kompani që duam të marrim një gjë. Deri në 2013 ziheshim. Unë i jepja 150, vende kujtimi i jepja 200, më kupton? Pra, po për ta marrë vetë ai duke më pasur rival mua. Këta thanë stop. Dhe kjo ka nisur me Geron Meçën. Më kupton? Të cilin dhe këtë strukturë trashëgoi, këtë donte të merrte Gysa Kasi. Dhe këtë mori. Pra nuk është se Gysi e krijoi, Gysi e gjeti, e lakmoi dhe e mori. Hoqi Geronin dhe mori u fut vet. Dhe çfarë ndodhi është që të gjithë këta tani, këtë strukturimin që i bën, pra duke thënë që shiko, këtu ka lek për gjithë. Një do ta marri Kujtimi, një do ta marri Aida, një do ta marri Pano, Kujtimi do marri këtë, Aida do marri këtë, Pano do marri këtë, etj. Pra, arritën ta organizonin punën për të qenë sa më efikase dhe për të mos pasur konflikte brenda tyre. Duke zaptuar në këtë formë gjithë industrinë, se duhet të jemi të sinqertë, Akshi është 90% e industrisë së IT-s tonë në Shqipëri. Më kupton? Pra, fondet që lëvron Akshi dhe struktura e Akshit komandon 90% e industrisë së IT-s. Nuk mbijeton dot nëse nuk ishte grupi i këtij. Jo vetëm thjesht në shtet, nuk mbijeton në privat. Nëse nuk ishte pjesë e këtij organizimi, pjesë e kartelit. Më kupton? Janë shumë të rralla kompanitë që ekzistojnë në privat, nuk po flas për shtetin, shteti harrohet 100%. Por në privat nuk ekzistohet dot, nuk harriet dot të mbijetoje, sepse këta kishin zaptuar, jo thjesht tregun shtetëror. Këta kishin zaptuar të gjithë tregun. Dhe bini qoba, pastaj vjen pica. Pica si në Itali. Dhe çfarë ndodh? Me ardhin e kësaj strukturimit, pra me modelin kartel që u prezantua, nuk u prezantua vetëm këtu, për shembull të shikoj, kompanitë e sigurimit, bankat, gjitha, kompanitë e naftës, gjitha kartel. Nuk zihen me njëri tjetrin ata. Ata thjesht bien dakord me njëri tjetrin. Dhe funksionojnë në kartel. Edhe Akshi kështu ka funksionuar. Gjitha kompanitë, First, Fasteku, Soft Solution, e dita me radhë, u bën bashkë. E thanë, ore ka për gjithë. Hajde t'i marrim secili me radhë. Dhe kjo gjëja tani kërkonte çfarë kërkonte? Organizim. Dhe për këtë duhet jemi të sinqertë, pra parë ftohtësisht nga ngarkesa e vet penale, organizimi ishte shembullor. Fillonte që tek specialisti i Akshit dhe përfundonte tek çdo i punësuar kishte nga një funksion.
Po ta shikosh ti, ai ka marrë për transakcionet e makinës, punojësin e vetëm. S'ka lënë punonjës të vetë pa angazhuar në të tilla çështje. Pra punonjës, ishte punonjës e shkretëm. Më tha ajo Koromani, si kishte emrin ajo administratoria e Soft Solutionit, që do bësh të do blejmë të makinën, do ta blejmë në emrin tënd, do ta shesësh tu. Pra, ai kishte gjetë vendin çdo individi. Për këtë them që për organizim, duke abstrahuar nga pikpamja penale, nga ngarkesa penale, organizimi ishte nota 10. Pra e dinte si shkonte. Më ngacmoi kjo që shkote njëri thjesht aty, se ma tha dhe Xhevi dje. Jo vetëm ajo. Dhe kalonte në bank 100.000 euro. Ai Është kedosja e fundit kjo që është zbardhur. Personi që ka bler vilën në Qerret është homeless. Pra është një njeri pa shtëpi. Se plaka. Bravo. Pra është një rob i shkreti i cili thotë që nuk kam qenë në Durrës. Tani në Shqipëri, që mos kesh qenë në Durrës, do të jesh patjetër. Unë s'kam qenë në Durrës ashtu. Pra e kuptoni, kam gjetur një person me kartë ID, nuk du fare ta ashtu? Jo. Është forma klasike kjo, fshesë pasurisë. Ai ka marrë ID-n e ati, i kanë thënë që do blejmë një shtëpi me emrin tënd, do t'japim ty 1.000 euro. Kush se kanë thënë? Do them diçka ati. Dhe kjo nuk u gjurë mua, sikurse edhe 100.000 euro kesh, i shkote një shofer, se kishte dalë aty se nuk është shpinon të. Dhe kishte bërë transakcion, kishte kaluar parat për x gjë që ta kishin nevojë. Për shërbimet për mirëmbajtjen e vilës pra. As këto 100.000 euro shin kesh nuk gjurmon dot kur e çon bank, se ti kur shkon të bësh pagesën e fëmijës. Pikërisht pra, prandaj po them. Ka një gjë, po ka një gjë, se ti kur shkon në bank, dëgjoj. Ti kur shkon në bank, ti dhe unë, kur derdim 100.000 euro kesh në bank, e me njerë njoftohet 5.000 euro më çaj 100.000 euro. Njoftohet pozën e bëri kështu që njoftohet ajo agjencia e pastrimit parave. Dhe agjencia pastrimit parave ty t'i blokon. Të gjurmon, po. Të gjurmon dhe banka do që ti të deklarosh origjinën. Shita unë një pronit, një shita unë bërej kompani, me i kompani të uaj për pronat e mia, dërgon ata një x lek që andea dhe më ka kërkuar 4 herë informacion banka se ja kërkonte, unë i kisha të pasë pronat e trashëgora, i kisha në regullë dhe i kisha shitur. Dhe më kërkonte informacion, sepse ja kërkonte agjensia të parave. Dhe imagjinoni ju tani sa normalitet këta ka kapur dhe agjensin. Se është dhe agjensin pastrimit parave këtu. Pra, këtu që gjithë shteti me pak fjalë, tani se ne diskutojmë me Akshish, në momenti që do të kishte rënë aty dhe do bjeri, nëse do bje qeveria Rama, do bje pikërisht nga Akshi. Sepse këtu është kapur e gjitha institucionet shqiptare vetëm në funksion të Akshit, në funksion të këtij grupit. Dhe problemi i Ramës, e di kush është, se e ka në përgjegjësinë e vet personale, pra drejt që e mori në varësi po. Se ai tani mallkon veten për ditën që vendosi ta kalojë Akshin në varësi të vet direkte. Domethënë më mirë ta kishte lënë tek jo. Është përgjegjësia politike, si është në varësinë tonë direkt. Përgjegjësia politike, dakor. Është një gjë, po puna është te përgjegjësia politike dhe retorika politike. Jo, ai, shiko, Rama e ka mbyll çështjet politike me ëmbë se këtu e ka fajin Elisa, këtu e ka fajin Belinda, këtu është Benameta, këtu është pra Rama ka gjetur kokën që ja ka vendosur si kapele çdo drejtor të korruptuar që i ka dalë në dosjet e Spakut. Këtë drejtori tani vetëm një kokë mund ta mbajë. Rama si ka mbaruar dhe burimet njerëzore për çdo drejtora e ministra se ka të gjithë ushtrinë e tij të korruptuar. Fakti s'ka treguar të opozita. Po pra, fakti s'ka treguar të opozitës. Pra kujdes pano ti aty se mos të propozon të bëj pisë. Po dhe ti po shef në kështu pjesë po shtem. Po të blena ta afroj. Po i them që në paros vetë po thash. Se dim ne pse ku e dim varet ai. Gjithë që shkojnë tani janë të gjithë duhet ta dinë. Unë i bëj një thirrje gjithë tyre të opozitës që ju merr për statistikë për Spakun sepse ju do jeni ushqim i radhës i Spakut. Jo, po i thotë njerëzve, mos e jash ne që korruptor jemi. Po. Ta gjithë janë. Ora statistikë se Spaku do të ha gjatë gjithë kohës. Spaku është i kafsh që do të ha gjatë gjithë kohës. Dhe ti do t'i gjesh ushqimin. Po bëni gallat. Se po si gjeta ushqimin do hri ty. Ne po bëjmë gallat me burgur, është pra. Po mirë, ne klient duam. Po dani kujtimin e lekë. Shikoj, se ti kishe paraja dhe klientit, ti je rasti vetëm që i kishe para për t'ia dhënë klientit. E di pse ja jap për klientin sinqerisht. Se ku shikoj çfarë po ndodh dhe ku shikoj atë dosjen e atij, nuk ta përshkruaj. Ty të vjen gjuna se s'ka para? Po, patjetër.
E kjo është arsye. T'ja falje ti, Kjo është apo vetëm arsyeja. t'ja vjen dispozicion për një farë kohë? Dispozicion, thash. Për garanci. Faleminderit.